A je ndjerë ndonjëherë bosh pasi debatit të kotë? A ke humbur orë, ndoshta edhe ditë, duke menduar për atë që dikush të ka thënë ose të ka bërë? Në një botë që të nxit të reagosh në gjithçkaje, ndonjëherë forca më e madhe është të mos reagosh fare. Në këtë audio do të zbulojmë një fuqi të butë, por të thellë. Fuqinë e të injoruarit. Do të mësosh të ndalosh reagimet e panevojshme. Të mos humbasësh energjinë duke reaguar dhe duke u përgjigjur ndaj gjithçkaje dhe gjithkujt. Do të mësosh të zgjedhësh me mençuri betejat e tua dhe të çlirohesh nga nevoja e vazhdueshme për të pëlqyer të tjerëve. Të çlirohesh nga i ankthi i brendshëm për aprovim, që shpesh na robëron mendjen dhe zemrën, dhe reagimi ynë na bëhet kurth. Ndonjëherë, një fjalë e gabuar është sikur brenda nesh të ndes papritur një buton alarmi edhe përpara se mendja të ketë kohë të mendojë. Papritur, jemi në mes të debatit. Jemi gati të mbrohemi apo të sulmojmë për të mos u ndjerë të dobët. Në një çast, qetësia shuhet dhe ne harrojmë kush jemi thjesht për të përgjigjur një provokimi që as nuk e meriton vëmendjen tonë. Kur reagojmë me impuls, ne po i lejojmë atij që na provokon që të vendosë se si do të ndihemi dhe se si do të sillemi. Imagjino që po ecë në paqe në rrugën tënde dhe dikush të hedh një gur. Nëse ndalesh për t'ia kthyer, ti ke humbur kohën dhe qetësinë tënde. Dhe pikërisht kjo ndodh sa herë që ne reagojmë pa menduar. Mendja është si një liçen i qetë derisa dikush hedh një gur në të. Dhe ne humbasim vetë në ato dallk. Të mos reagosh apo të injorosh nuk do të thotë se nuk të intereson. Nuk do të thotë se po e bën për t'i shpëtuar ballafaqimit. Nuk do të thotë as që të jesh i dobët, pasiv apo të heshtësh nga frika. Do të thotë të zgjedhësh me vetëdije se ku ja vlen të investosh energjinë tënde dhe ku është më mirë të largohesh në qetësi. Do të thotë të zgjedhësh betejat që ndërtojnë dhe jo ato që shkatërrojnë. Do të thotë ta bësh për dashuri ndaj paqes tënde të brendshme dhe jo ndaj kaosit të tjerëve. Është një udhtim drejt qetësisë, drejt mençurisë dhe drejt lirisë që na lin nga brenda. Forca e vërtet nuk është të kthehesh dhe të godasësh më fort, por të mos futesh në betejën që s'të takon. Forca e vërtet është të mos lejojmë provokimet e të tjerëve që të kontrollojnë reagimet tona. Të mos japim askujt pushtetin të vendosë se si ne ndihemi dhe të na tërheqë në fushën e betejës së tij. Kjo është inteligjencë emocionale dhe respekti thellë ndaj vetes. Për të nisur të ushtroni këtë fuqi, ndalo vetëm për pak sekonda përpara se të reagosh. Edhe pse në fillim nuk është as pak e lehtë. Merr frymë thellë dhe pyet e veten. Kjo përgjigje, a do ta ndërtoj paqen time apo do ta shkatërroj atë? Me kalimin e kohës do të vi natyrshëm të mos biesh në kurthe të caktuara emocionale. Të mos biesh në ato kurthin të cilin të tjerët ta vendosin. Dhe pikërisht atëherë fillon liria jote e vërtet. Është ajo liria e re që rritet brenda teje. Ajo liri e të mos qenit i qeverisur nga provokimet e të tjerëve. Shpesh herë nuk është ngjarja që na lëndon, por mënyra se si mendja jone përpunon atë. Kur dikush na provokon, në trup, shpërthimi emocional zgjat vetëm 90 sekonda. Kjo është koha që trupi jon ka për të reaguar në mënyrë të natyrshme. Çdo emocion që vazhdon më pas nuk është nga ngjarja, por nga mendimet tona. Ne i rijetojmë, i analizojmë
dhe ju shqejmë përsëri duke imagjinuar se si mund të kishim reaguar. Ky është momenti kur kemi fuqinë më të madhe midis provokimit dhe reagimit. Mund të ndalojmë, të marrim frymë dhe të zgjedhim qetësinë mbi impulsin. Kur e kuptojmë këtë, kuptojmë se çelësi i lirisë së brendshme është zgjedhja jonë dhe jo reagimi i dikujt tjetër. Kur reagojmë me impuls, nuk po mbrojmë veten, por po e dorëzojmë atë. Në ato momente nuk jemi ne që flasim. Janë plagët, egot, frikrat. Është sikur kemi një velcro të brendshëm ku fjalët dhe gjestet ngjiten fort. Dhe sapo ato të lidhen, duket e pamundur të çlirohemi. Sepse mendja jon kërkon të ketë drejtë. Kërkon të mbrojë një imazh për veten, të kontrollojë situatën, të kontrollojë gjithçka. Por sa më shumë që kapemi, aq më shumë ngatorohemi dhe bijem në grack. Pra, nuk vuajmë aq shumë nga ajo që ndodh jashtë, por nga mënyra se si mendja jon e kupton dhe e trajton atë. Është si një peshk i cili kafshon një grep. Sa më shumë që lëviz, aq më thellë zhytet grepi. Filozofitë e lashta na ftojnë ta vëzhgojmë këtë mekanizëm jo vetëm pa e gjykuar, por edhe pa e ushqyer atë. Me pak praktik, kupton se pesha nuk ishte situata, por kapja jote pas saj. Të lësh të iki, do të thotë të ndalosh së ushqyeri atë zinxhir mendimesh që të mban të burgosur dhe të zgjedhësh të mos përtypësh vazhdimisht të njëjtën fyerje. Mundohu ti vizualizosh mendimet si rej që kalojnë nëpër qiell. Lëri të ikin ato re, sepse në atë hapësirë lind qartësia. Edhe në atë qartësi fillon paqja jote e brendshme. Nuk ka kuptim ti ndjekësh apo ti turresh nga mbrapa. Sa më shumë ti lejosh që të kalojnë, aq më e qartë bëhet mendja jote. Dhe në atë qartësi, ti e kupton se barra nuk ishte vetë situata, por kapja që ti kishe mbi të. Me praktik, do të mësosh të dallosh me njëherë kur po e kafshon atë grep emocional. Edhe pastaj, në vend që ta shtrëngosh kapjen atij grepi, do të zgjedhësh ta hapësh dorën dhe ta lejosh të iki. Do të zbulosh se forca e vërtet nuk është ti rezistosh dhimbjes, por të ndalosh së ushqyeri atë, të ndalosh së ushqyeri kurthin e reagimit. A e ke vënë re ndonjëherë se sa lehtë është të reagosh me njëherë, të shpërthesh? Mjafton një fjalë me ton të gabuar dhe bum, ti shpërthen. Dhe me njëherë, kur reagon, trupi ynë tendoset, zëri ngrihet dhe mendja fillon të kërkojë fjalë për të kundërpërgjigjur goditje pas goditje. Është një refleks i vjetër, pothuajse automatik, i cili na vjen nga nevoja për të mbrojtur dhe për të dëshmuar vlerën tonë. Edhe pikërisht aty fshihet kurthi. Nuk jemi ne ata që drejtojmë situatën. Janë emocionet tona, ose edhe më keq, emocionet e tjetrit që vendosin për ne. Filozofitë e lashta na mësojnë se forca e vërtet nuk është të fitosh debatin, por të qëndrosh i vendosur edhe kur gjithçka përreth duket sikur po të shtyn të humbasësh ekuilibrin. Në vend që të përgjigjesh me njëherë, provo të krijosh pak hapësirë. Bëj një hap të vogël prapa. Merr frymë, vëzhgo brenda teje. Dëgjo tensionin në muskuj dhe ritmin e frymëmarrjes. Është pikërisht në atë moment pauze që lind qetësia. Dhe aty e kupton se jo çdo gjë meriton energjinë tënde. Nuk bëhet fjalë që të shtypësh emocionet, por ti dallosh pa u pushtuar prej tyre.
Nëse arrin të krijosh këtë hapësirë të brendshme, do të kuptosh se shumë nga ato që do të nxisin të reagosh, thjesht nuk e meritojnë energjinë tënde. Edhe kështu, në vend që të biesh në rritjen e provokimit, ti do ta vëzhgosh atë tek kalon, duke ditur se paqja jote vlen më shumë se sa çdo fitore me fjalë. Sepse pesha e përballjeve të vazhdueshme është e lodhshme. Ndërsa qetësia e mendjes është liria jote më e madhe. Pasi ta kesh kuptuar kurthin e reagimit të menjëhershëm, hapi tjetër është të vëresh se sa shpesh jetojmë në një gjendje të vazhdueshme përballje, në një luftë të brendshme të përhershme. Jo vetëm me të tjerët, por me çdo mendim, me çdo koment ose me çdo sinjal që na vjen nga jashtë. Është sikur mendja jon të jetë vazhdimisht në gatishmëri, gati për të gjykuar. Kush ka të drejtë, kush po fiton, kush po humbet, kush do ta thotë fjalën e fundit. Ky qëndrim na lodh. Është sikur të tërheqësh gjithë ditën një peshë të padukshme. Peshën e nevojës për të pasur fjalën e fundit, për të provuar veten, për të mos lënë asnjë situatë që të mbetet e hapur apo e paqartë. Por e vërteta është se jo çdo derë ka nevojë të mbyllet, dhe jo çdo debat ka nevojë për një fitues. Kur lejon të shkojë nevojën për të pasur gjithmonë të drejtë, zbulon një liri që nuk varet më nga miratimi të tjerëve. Sepse lirimi nga nevoja për të pasur të drejtë është një liri që nuk ka çmim. Budizmi na kujton se paqja nuk lind nga dëshira për të bindur botën, por nga gjetja e një qendre të qëndrueshme brenda vetes, aq të fortë sa asnjë mendim apo gjykim i jashtëm të mos mund të na lëkundë. Edhe paradoksalisht, sa më pak të kundërvihesh, aq më shumë të tjerët fillojnë të respektojnë. Jo sepse ke treguar se je më i fortë, por ke injoruar. Sepse të injorosh është arti për të ruajtur shpirtin. Është urti e heshtur që të thotë: unë nuk do të lejoj që të tjerët të zgjedhin për mua. Nuk do të lejoj që ata të zgjedhin se si unë të ndihem. Kjo është liria për të mos u kapur pas gjithçkaje. Imagjino të ecësh në një treg të mbushur me zhurmë. Mund të ndalesh te çdo tezgja, të debatosh për çdo çmim, ti përgjigjesh çdo thirrjeje, ose mund të vazhdosh rrugën tënde i fokusuar në drejtimin ku po shkon, pa u tërhequr nga çdo shpërqendrim. Të kapesh pas gjithçkaje do të thotë që t'u japësh të tjerëve fuqinë që të përcaktojnë se si do të ndihesh. Sepse reagimi yt i dhuron dikujt tjetër kontrollin e humorit tënd, qetësinë tënde. Një koment me qëllim të keq mund të prish gjithë ditën. Një vërejtje sipërfaqësore mund të vërë në dyshim veten. Dhe e gjitha kjo ndodh sepse pa e kuptuar u dorëzojmë të tjerëve çelësat e paqes sonë. Mundohu të bëhesh si një pemë me rrënjë të thella. Era shkon dhe vjen, por ti qëndron. Mund të bjerë shi, mund të djeg dielli, mund të ketë fortuna dhe stuhia, por ti mbetesh aty i palëkundur. Mbetesh aty sepse ke mësuar të mos tundesh nga çdo lloj fortune, tamam si një pemë. Sa herë që zgjedh të mos reagosh, ti nuk po humbet. Ti po mbron energjinë tënde, po fiton veten. Po ruan mendin nga një konsumim i kotë, po i rikthen vetes ato pushtet që gjithmonë ka qenë i yti. Paqen që askush tjetër nuk mund ta komandojë. Me kalimin e kohës, do të zbulosh se jeta bëhet shumë më e lehtë kur ndalon së tërhequri pas vetes fjalët, veprimet dhe qëllimet e të tjerëve. Dhe në ato hapësirë të çliruar, krijon vend për ato që të ushqejnë me të vërtet qetësi, qartësi
edhe marrëdhënie që lindin jo nga nevoja për të pasur të drejtë, por nga vullneti për të kuptuar me njëri tjetrin. Të kesh një mendje të patrazuar nuk do të thotë që të bëhesh si një shkëmb i ftohtë dhe i largët, por do të thotë të zhvillosh aftësinë për të mos u tërhequr nga dallgët emocionale që jeta sjell me vete. Pra, me pak fjalë, mendja e fortë nuk është një zemër e ngrirë. Është aftësia për t'ju rikthyer shpejt qetësisë. Pavarësisht se çfarë ka aty jashtë që përpiqet të trazojë. Një mendje patrazuar nuk i shmanget valve, por i pranon dhe i tejkalon ato. Qëndrueshmëria nuk është ngurtësi, por është aftësia për të gjetur qetësinë pas çdo lëkundjeje të brendshme apo të jashtme. Është si një liçen. Gurët bien, dallgët krijohen, por pas pak qetësia kthehet përsëri. Pra, njerëzit, situatat dhe të papriturat mund të hedhin gur mbi sipërfaqen e liçenit tënd të brendshëm. Por ti mëson që uji të rikthehet shpejt në kthjelltësi, pa mbetur i trazuar për ditë të tëra. Kjo forcë lind atëherë kur ti zgjedh të marrësh frymë në vend që të reagosh menjëherë. Zgjedh të dëgjosh pa ndier detyrimin që të përgjigjesh menjëherë. Kur ti vëzhgon emocionet e tua pa u identifikuar me to. Çdo herë që zgjedh paqen mbi konfliktin, ti rritesh. Dhe paqja jote nuk varet më nga jashtë, por varet nga themelet e qëndrueshmërisë që ndërton brenda vetes. Sepse problemi nuk është kurrë stuhia nga jashtë, por janë çaret e brendshme që i japin asaj mundësinë që të hyjë. Prandaj në disa vende flitet kaq shpesh për vetëdije dhe për praninë e ndërgjegjshme. Sepse është si të riparosh ato çarje. Ti forcosh muret e brendshme në mënyrë që asnjë fjalë, asnjë gjykim dhe asnjë refuzim të mos mund të deportojë aq thellë sa të rrëzojë qetësinë tënde. Të kultivosh një mendje të palëkundshme kërkon praktik, durim dhe butësi ndaj vetes. Nuk mund të pretendosh të qëndrosh qetë në çdo situatë, por mund të mësosh të rikthehesh në qetësi çdo herë dhe më shpejt. Është një art që rafinohet dita ditës derisa të bëhet pjesë e natyrës tënde. Kur mendja jote ndalon së reaguari ndaj çdo lëkundjeje, ndodh diçka e mrekullueshme. Jeta pushon së dukuri si një betejë vazhdueshme dhe fillon të zbulohet për atë që është vërtet. Një rrjedhë e pandalshme përvojash, disa të bukura, disa të dhimbshme, por të gjitha të përkohshme. Dhe ti, në qendër të asaj rrjedhe, më në fund mund të zgjidhësh si të jetosh çdo moment duke transformuar marrëdhëniet përmes forcës së re të brendshme. Kur brenda teje ke ndërtuar një mendje të qetë dhe të qëndrueshme, njerëzit edhe situatat nuk i sheh më si më parë. Fjalët e vrashta nuk të prekin më. Provokimet nuk të bëjnë më përshtypje. Ajo që dikur të lëndonte, tani kalon pa lëmë gjurmë. Fjalët e ashpra nuk të depërtojnë më thellë. Veprimet impulsive të tjerëve nuk të tërheqin me vete. Është sikur të kesh ndërtuar themele të forta dhe mbi to një shtëpi që nuk dritet nga asnjë lloj tërmeti. Me këtë forcë të brendshme, ti zgjedh se me kë flet, kë afron dhe kë largon nga jeta jote me qetësi. Marrëdhëniet bëhen më të thella, më të sinqerta, më të pastra, dhe ti nuk ndihesh më i detyruar të përgjigjesh çdo mesazhi apo të justifikosh çdo vendim. Edhe mbi të gjitha, mëson të mos ngatërosh zakonin me dashurinë apo ndjenjen e fajt me përgjegjësinë. Atëherë, do të vësh re se edhe mënyra jote e komunikimit ndryshon. Nuk përpiqesh më t'i bindesh të tjerët ta shohin botën ashtu siç e sheh ti.
I le njerëzit që të kenë të vërtetën e tyre, pa pasur nevojë të luftosh për të mbrojtur tënden. Edhe në mënyrë paradoksale, pikërisht, kjo hapje i bën disa persona që të afrohen edhe më shumë me ty. Transformimi i marrëdhënieve nuk do të thotë të ndërpresësh raportet me të gjithë, por do të thotë të kultivosh ato lidhje që të ndihmojnë të rritesh dhe të lësh pas ato që të tërheqin pas. Është një akt kujdesi për veten dhe njëkohësisht një akt respekti për të tjerët. Sepse kur je në paqe me veten, nuk ke nevojë të përdorësh të tjerët si shënjestër për zhgënjimet e tua. Dhe kur nuk reagon më ndaj çdo gjëje, krijon hapësirë për marrëdhëniet më të sinqerta, më të thella dhe më të qeta. Pasi ke mësuar të transformosh marrëdhëniet, vjen një hap edhe më i thellë. Të jetosh pa maska. Ne shpesh mbajmë maska për të pëlqyer të tjerëve. Dhe kështu harrojmë se kush jemi vërtet. Për pjesën më të madhe të jetës, ne luajmë role për të pranuar, për të qenë fëmija shëmbullor, partneri që nuk thot kurrë jo, kolegu gjithmonë i gatshëm e të tjerë. Por me kohën, këto maska bëhet kaq të zakonshme sa harrojmë vërtet se kush jemi poshtë tyre. Liria e të qenit vetvetja lind atëherë kur ti nuk e mat më vlerën tënde me sytë të tjerëve. Lind atëherë kur e kupton se nuk ke nevojë të provosh asgjë, thjesht të jesh. Të jetosh pa maska është dhurata më e madhe që mund t'i bësh vetes. Të thuash jo, pa u ndjer fajtor. Të tregosh dobësitë tua pa pasur frikë se të tjerë do të mendojnë se je i brisht. Të fillosh të kërkosh atë që dëshiron, pa u ndjer se po bëhesh egoist. Sepse nuk ke më nevojë të ndryshosh veten nga frika se mos shkënjen të tjerët. Ky është arti i autenticitetit. Autenticiteti është si një dritë që ndriçon rrugën tënde. Ky autenticitet bëhet një filtër i fuqishëm shpëtues. Ai largon ata që të duan dhe të shohin vetëm për interes dhe afron ata që shohin shpirtin tënd. Afron ata që të vlerësojnë vërtet për atë që je. Edhe atëherë, do të vëresh që disa njerëz do të largohen. Por kjo nuk është humbje. Është hapësirë e liruar për lidhje më të shëndetshme. Hapësirë për ata që të duan realisht. Mundohu të jesh vetvetja. Të jesh vetvetja nuk do të thotë të jesh kokfort apo i mbyllur, por do të thotë të jetosh në përputhje me vlerat e tua. Do të thotë të mos buzëqeshësh atëherë kur nuk e ndjen. Të mos thuash po kur zemra jote vërtet jo. Të mos heshtësh kur shpirti yt ka nevojë të flasë. Edhe po, të mos gënjesh më veten. Sa herë kemi thënë vetes histori që justifikojnë zgjedhjet që na lëndojnë? Sa herë jemi bindur se gjithçka është në rregull kur brenda nesh diçka po çahet? Heqja e maskës para pasqyrës është hapi i parë që të mund ta heqësh edhe përpara botës. Kur jeton me këtë liri, gjykimi i të tjerëve humbet pesh. E kupton se njerëzit gjithmonë do të flasin, do të kritikojnë, do të projektojnë pasigurinë e tyre mbi ty, por ti nuk je aty më për t'i përthitur. Jeton më i lehtë, më i pranishëm, më i vërtet. Dhe në këtë të vërtet, zbulon një paqe që asnjë duar trokitje dhe asnjë miratim nga jashtë s'mund të ta jap ndonjëherë. Pasi ke zgjedhur të jetosh pa maska, vjen koha për të mbrojtur atë që ke gjetur. Paqen tënde të brendshme. Jo një paqe e brisht, që thyhet me një koment negativ apo me një shikim përçues. Por një paqe që buron nga brenda, një paqe që buron nga rrënjët e shpirtit. Kjo është paqja që askush nuk mund të ta marrë përveç se nëse ti ia lejon. Të kultivosh këtë paqe do të thotë të mësosh të mos reagosh ndaj çdo vale të vogël
që të razon si përfaqen e jetës tënde. Disa ditë, deti do të jeti qetë, ditë të tjera i të razuar. Por ti je i gjithë oqeani dhe jo vetëm dallgët e ti. Kur e kupton këtë, stuhit e jashtme nuk të trëmbin më. Një nga mjetet më të fuqishme për të mbrojtur këtë paqe është shkëputja dhe distancimi i ndërgjegjshëm. Distancimi i vetëdijshëm nuk është indiferencë, por është zgjedhja e mençur se ku ja vlen të vendosësh energjinë tënde. Është urtësi. Nuk e pse të përfshihesh në çdo debat ku të tërheqin, dhe as të marrësh me vete çdo problem që të dorëzohet. Shkëputja do të thotë të thuash: e kuptoj emocionin tënd, por nuk është i imi. Meditimi, edhe për pak minuta në ditë, është mbjellje paqeje. Bëhet si një kopësht i brendshëm që ti kujdesesh me dashuri. Çdo frymëmarrje është një farë qetësie. Çdo grim heshtjeje është ujë që ushqen rrënjët e tua. Sa më shumë ta kultivosh këtë hapësirë të brendshme, aq më e vështirë bëhet që dikush të hyjë të të trazojë. Me kalimin e kohës, kupton se paqja nuk është mungesë problemesh, por është aftësia për të mbetur i qetë në mes të tyre. Është liria për të mos u tërhequr atje ku nuk do që të shkosh. Edhe kur ecën në jetë me këtë forcë të qetë dhe të heshtur, prania jote bëhet një dritë për ata që kërkojnë të njëjtin qëndrueshmëri. Paqja ime nuk është në shitje. Jeta është tepër e çmuar për të humbur duke ndjekur gjëra pa vlerë.